Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Gjërat e tyre. Sepse ai fshatari, ai bujku, ai blektori që prodhojnë gjërat e tyre normal që i ndërlidhin edhe me turizmin. Ti shet në dhërmia, ku do të shohësh? Sepse diku do konsumohet ajo. Kështu që në këtë konsumin e brendshëm apo konsumin sezonal, ja ku dalim te turizmi. E aty pastaj kemi ata që dalin me arka shkretët që mundohen që të shesin. Jam kurios si u duket juve kjo pjesë e turizmit, se kemi 3-4 vite që po mundohemi ta kapim si gjë. Po le ta fillojmë nga eksperjenca personale që mi ka pasur këtë verë. Po, çfarë eksperiencë? Jo, se ju në fakt tek ju është rritur pak mirëqenia dhe ju e keni invituar. Jo, më shnej, jo. Këtë vit. Kurse unë me që kam i kasove aty vetë e kthem, në fjalë dhe e preferojnë. Po. Po faktikisht kjo kokaer që thua ti ekziston sepse pas Covidit kur morëm atë hype-in që Shqipëria u publicizua në shumë në për revista, në për portale, këto. Është si hype, është pak si hype më duket mua, është pak mori një vrull të jashtëzakonshme. E sforcuar si shumë. Po e mori një vrull të jashtëzakonshëm edhe kjo në bazë të eksperiencës time, po del që ishte diçka, në fjalë që i bëri dëm, është si ke dëmshme. Sepse shumë nga këta të fjalë të turizmit, nga këta kush e ka në dorë, nga këta që jo hoteleri, jo shezlloneri dhe kështu me radhë, u eksituan pak, kupton, edhe u pëlqeu ajo film. Ju shë goja lëng, jo turizëm, jo turizm mase, jo 10 milion, jo 14 milion, kupton ti, edhe u eksituan. Po, e vërteta ndodh që si është e vërteta, këtë duam të dimë, e vërteta ndodh që ne vazhdojmë të jemi mediokër dhe ofrojmë akoma një shërbim mediokër, duke mos qenë të qartë me fjalë tamam në një strukturë, me fjalë se çfarë ne kërkojmë dhe ku duhet të dalim, të arrijmë. Kjo është, në fakt ne nuk kemi turizëm të mirëfillt, nuk e dim tamam çdo të thotë turizmi, çdo të thotë që të kesh një strukturë për turizmin, të kesh një shërbim për turizmin, edhe kështu me radhë. Sepse po ndryshon nga viti në vit ndryshon. Erdhi pas koronës u bë ata e madhe hype-i, erdhën u dëndën që të gjithë ishte akoma okay, çmimet ishin akoma jo të egzageruara. Edhe ajo, si thua, ajo shije këtyre që ofrojnë turizmin u pëlqeu. Edhe tani kjo solli një rritje graduale jo të çmimeve, jo një mos rregullsi apo një gjë, jo një kriter tamam që ndjek një treg i caktuar, erdhi një solli këto çmimet marramëndse që ne shikojmë. Edhe për fat keq çmimet mua më duken akoma shumë të larta. Po ku që na bë çik më specifik. Shumë të larta, jo. E vërteta është që tani sa ka vaj sufllaqe. Unë nuk ka fare sufllaqe. Shikoj, jo, nuk është vetëm aty, nuk është vetëm tek sufllaqe, apo sepse në fundit restoranti po e sufllaqes e vendos ta shes sufllaqen sa të ndoj ai, do? Patjetër. Por është e gjithë fjalë shërbimi që rrin përreth po thënë, nëse ti ka pjesë shërbimit po thua, është vetëm çmimi. Po, nëse ti çon një price tag, çon një çmim, një diçkaje, ti ajo diçkaja që të vlej atë lek, do të ketë një sër gjëra që po pra shërbimi nuk çmimi nuk e justifikon, po pse nuk e justifikon? Nuk e justifikon që te rrugët që ne kemi. Nuk e justifikon që tek transporti publik që ne kemi, që nuk e kemi, jo kemi, se s'kemi transport publik. Te siguria, tek infrastruktura, tek dhe kështu me radhë. Tani ti të vesh të bësh një ditë plazh në Dhërmi, që mbahet nga zonat më të preferuara në Drimadhe për shembull, që isha unë personalisht, ti do përveç rrugës, do minimumi 5.000 lekë parkim. Po. Minimumi 20.000 lekë shezllon. Më thënë ti vetëm akoma pa vajtur pa bërë plazh, të harxove 30.000 lekë. Me naftë, me gjitha me shumë. Po tani ti do të konsumosh një diçka, do hash, do bësh, do pish në diçka, kështu që i bie që një ditë plazhi në jug ty vetëm mesatarisht 100.000 lekë, apo 100 euro, apo 70 euro. Për person. Normal, ja? Po themi vetëm të
marrësh frym, të hash një vakt mediocre e të pish një Ose birë. për 2 vet, Se më shumë- ose 100.000 lekë për 2 veta, se ta zëm se makina Nuk vete, valla, vetë marrësh bukë me vete Tani- dhe 100 me 2 vete. Okej, po makina nuk do jeni 2 veta minimumi, nuk është se do vesh tek po, kupton? Po Shikoj, që jo dakord me këtë pjesë, se thuhet çmimi, po çmimi mund të jetë edhe më shumë se aq, por puna është a justifikohet ky çmim. po pikërisht pra, Se unë kjo është. Më shumë nuk kam qenë këtë vit, po vjet kam qenë në Drimadhe, se edhe në ndërmi dhe kam parë që te infrastruktura, përveç tunelit që është bërë në tuneli që vjen nga Vlora, që shman Lugaran. Jo Në Drimadhezi, jo gali. ore në Drimadhes ku shkon, nuk di si është, por nuk besoj që ka ndryshuar, domethënë, rruga nuk ka përfunduar. Do thënë një cop rrugë. Asfalti me gropa. Trotuar nuk ka. Ndriçimi nuk është si duhet. Dhe unë tani po e gjykoj vërtet në mënyrë kështu teknike, po them po që nuk është në një gjë e vështirë, e kupton? Okej, parkimi me lek do jetë sepse privati në rregull. Po nuk ishte rruga. Rruga ishte me gropa, rruga ishte deri diku, mbaronte rruga, pap asfalti aty me vizë dhe ishte rrugë e keqe. Do tani mendo Drimadhezi që është me shtrenjtë në Shqipëri. Mendo tani si që mund të jetë, mbahet që një nga perllat e jugut edhe sepse shumë njerëz mund të thonë edhe drejtore, mos shkon dhërmi. Mos shkon dhërmi, shkon në Spillë, ku diun, shkon e drejta është, po puna është që ti Tani ne po- jo, po marrim po pra, më thënë ne po e gjykojmë, do të thotë vjeni huaj dhe shkon në thotë pritshmërit. çka keni plazhin më të mirë thotë ju Ku janë huaj. pritshmëritë? Edhe ne i themi dhërmiu, e shkon dhërmi ai. Edhe ato që thash shumë, rruga e pa përfunduar, Po. me pluhur. Po. Shërbimi jo si duhet, kosha plerash nuk ka. Po, Domethënë, dhe pedonali- nuk është infrastruktura pedonali kryesore, ndërmjet po flasim këtë njerëz që është nga lart, nga sipër, Po. nga rregullatori, se pastaj ata që janë poshtë është gjë tjetër. Ata që janë poshtë pastaj është problemi këtu. Domethënë para një rregullatori nuk ka bër kushtet si duhet. Domethënë mungojnë të që thash që janë nga lart, po edhe nga poshtë mungojnë. Sistemi kanalizimeve, sistemi urave të zeza. Kam fol me një inxhinier gjerman që kishte punuar shumë vite në Gjermani, Në Shqipëri. po kishte punuar në Shqipëri, kishte punuar shumë vite dhe njihte këtë problematik. Edhe më thoshte si ka mundësi thoshte që është shumë fiksuar, E di çfarë pas ke marrë, do të ndërpresi. është e përshkruar ajo Në periudhën time studentare. është ajo, pse këtë pije. Për këtë pjesë ishte go to, la, ishte cost and effective. Duhet ka marrë vetëm 1 ose 2, nuk ka marrë shumë. S'ka problem, nuk ka problem. Vazhdoj. E Gjondi Bushit? Se ishte muhabeti këtu. Po flisnin për, Ky Gjermani që kishte punuar. po ishte një gjerman që takova unë që kishte punuar shumë vite në Shqipëri. Edhe ky më thotë si ka mund, okay, thoshte shumë mirë, më vjen shumë mirë që Shqipëria është ngritur, tha që ka turizëm e tjerë, po si ka mundësi ta kur baza tha, domethënë sistemi urave të zeza, kanalizimeve, domethënë çdo gjë që është poshtë nuk duket me sy të lirë, mungon, nuk është bërë as në dërmi as në kështu. Urat e zeza akoma deri në det, në ca tuba që nuk dihen akoma ku janë. Domethënë, Për fat keq, domethënë shkoni huaj aty. Mund t'i mungoj dhe ujë dhe drita ata nuk e di, ose mund të shikon rrugën që nuk është si duhet. Ama çmimin e paguan si në Spanjë. e paguan si për çat shkojnë ose për çat. Spanjë, çfarë Spanjë? Po po them se Ka të ditë në Barcelona nuk kam paguar asnjë lek, nuk ishte asnjë sëz. pasi Të shkon me lek. doje ti, ore të doja unë valla, erdha unë nga Anglia. Po. Do ikim në Barcelona, t'rregoj që kam lek, to parkoja më gën, do e parkoj Po. dysh. S'kishte Domethënë valla. ti po thua dërmi është më shtrenjtë se Barcelona. Po patjetër më. Po. Në rregull, ja po. 100%. Urdhro. Në Tani të gjithë vijën bregdetarët e Barcelonës ku është plazh publik, Po. nuk ka një vend që është me shezllona me lek. Nuk ka, valla, është e pamundur. në dërmi se nuk kam qenë këtë vit, më vërtet që 50.000 lekë çadrat? Po më ka dhe, shiko, në 10.000 dhe në Ksamil ka dhe nga 100, dhe nga 200, dhe nga 300. Jo, mis, po flasim për ato Shemë. ekskluzivet ku shkon Fevziu me shok. Okej. Flasim për njerëzit për Atë- në vdekatar atë të Dhe vdekur. janë disa gjëra për të thënë, kupton? Vetëm për ta plotësuar, vjet që isha unë ishte 25. Rreshi dytë. Po më edhe Të unë vit shumë të vit vjet. kanë rënë çik, se s'kishte shumë. Vjetën e mbaj mend, domethënë ka pas me 20-30, aq ishim, 20-30.000 lekë. Po pra, po shiko, mesatarja në fakt edhe këtë vit aty te 20-30 është. Prap shumë është. Është shumë sepse flasim neve me fjalë që kemi një rrogë perëndimore, mund ta përballojmë 20-30, po prap shumë është. Prapë shumë sepse ti i një punëtor në ditë nuk i paguan ai që ka shezllonin që pretendon të marrë 20, 30 apo 40.000 lekë, apo 50.000 lekë, apo 80.000 lekë, se dhe unë kur pyeta në Drimadhe, harrinin deri në 80.000 lekë shezllonat.
Po çfarë më ofron ti mua për 80.000 lekë një sezon? O zemra ime më mendoj se po bijmë në një kurth. Vjen kamariri dhe duhet të ndërpres këtu pak. Po ka, shiko, kurth ka, megjithatë po të them që gjithekush ka të drejtë i bërë çmime si të dojë. Si të dojë. Por aty ti ke, se thua, duhet të kesh një mesatare që pasqyron vendin ku ti je. Që pasqyron se nuk është i tërë dërmiu e tërë jugu tani vetëm folje marine dhe palase dhe ku ta di unë. Po ato janë ekskluzive si vende. Po prandaj po them, apo kësa mile. Nes të kësaj. Ralo, më fal pa zemra. Pse u pagojnë për këto? Çfarë? Ne nuk po paguajmë. Ne po gjykojmë si është turizmi në Shqipëri. Jo, ideja që Domethënë si është pse po paguajmë ose ne nuk paguajmë, ne nuk paguajmë. Prandaj kanë qenë bosh të vit. Në rregull, pse duhet të paguaj njeriu? Ai që do të vej atje pse duhet të paguaj valla? Kush është ky që ka zëmbreng në ditë? Se nuk këtë unë nuk ka harruar ta. Këtë vit shiko, këtë vit ndryshoi sepse krahasim me vjet, këtë vit ka ndryshuar pak. Sepse vjet ishte bërë bordell Po komplet. patjetër, s'kishte asnjë vend. Vjet Tani është diku te 10-15%. Po. Ishte uzurpim total, ishte një turp i jashtëzakonshëm, me turp që të vinë, që të gjithë, po aty është një sistem i kalbur i tëri. Sepse janë të gjithë fajtor. Pikërisht, nga individi. Që të gjithë pra, që të gjithë janë fajtor. Edhe çfarë bëri i madhi, piktori jon i famshëm? Se ta piktorët, Piktorët zakonisht janë historinë piktorat e shkruajnë, thonë. Po këtë shiqur që e pranuan në shkollare, nuk e di. Edhe këtë vit u kishin hequr me fjalë këto licencët apo çfarë ishin këto koncesionet i kishin zbudur sikli, kishin dobësuar sepse u bë keq valla. Edhe këtë vit më duket se ishte që kush ka hoteleri, kush ka një hotel, ka të drejtën e të paturit shezllona në det apo një pjesë të plazhit për shfrytëzim për shezllona. Që si do të me vete, po është kompromisi, unë jam i gatshëm ta bëj. Okej, kjo solli një ndryshim. Po anamesa këtij ndryshimit ka sjellë edhe se do të ka vënë në dukje edhe disa babëzira të tjera. Si për shembull. Tani ata që kanë patur koncesione apo ata që kanë patur plazhe që i kanë uzurpuar dhe i kanë shfrytzuar për vite të tëra, këtë vit janë e gërsuar jashtë mase sepse u ka ikur ajo e drejta e plazhit. E nuk kanë më. Po ata lekët janë mësuar me lekë, kupton ti, dhe kush e do lekun në atë mënyrë, nuk shikon në fytyrë as nënën as babën e vet, kupton? Patjetër. Edhe këtu është shembulli i radhës që unë isha në Vlorë, te një nga plazhet e mia të fëmijërisë të Vlorës, ku unë ka vajtur për herë gjatë gjithë jetës time. Edhe thjesht ishte një ditë që unë kisha për të marrë me disa punë dhe u fiksova që dua të bëj 1 orë plazh në mëngjes. Edhe mora makinën dhe vajta tek ky plazhi që është Kalaja në Vlorë. Edhe Kalaja ka qenë thoshë e uzurpuar apo shfrytzuar nga një gango i asaj zone apo nga një zotëri gërnjar që e zaptoi dhe shfrytëzoi për shumë vite. Po shiko ku qëndron me fjalë ultësia e këtyre individëve, se ka shumë atje, ka jashtëmase shumë. Që këta individ që edhe pse e bëjnë me lek, prapë mbeten të ulur, mbeten të kalbur, nuk i bën më të mirë leku ata njerëz. Sa ato të pasur të bëjnë. Mbeten vërtet janë mizor. Edhe ideja ime ishte që do futem në det, do ulem të pi një birë me fjalë për mos të stonuar, mos të dukur keq, edhe do i pi një birë dhe do iki. Por gjëja e parë që bëri ky tipi kur unë futa aty, më thot, "Ke marr bilet parkimi tha?" Thash, "Beta unë i pa përgatitur se s'e dia bilet parkimi." Thash unë, "Çfarë bilet parkimi?" Thash unë, "Ku ta gjej?" Ta japon tha direkt. Merre aty, i tha atij djalit që punon, "Merre jepi biletën e parkimit aty tha." Thash unë, "1 sekond më vllai," thash unë, "s'e kam parkuar makinën akoma, 1 sekond, çfarë po ndodh?" "Tush bërë me bilet parkimi tani tha." Thash unë, "Zotri, 1 sekond më vllai, a do vesh në plazh më tha mua?" Por e 1 sekond i thash. Do pinë birë do iki. I thash, "Unë kam qejf të lahem në plazh," këtu thash unë, se unë kam marrë që fëmijë këtu që lahesha në plazh. Dhe unë nuk e di thash ku e keti hallin, sepse unë kam marrë për herë këtu. Ishte vlonjat kjo apo çfarë ishte? Po ky se njoh tamam se s'dua të dalë edhe një orë me të, se edhe mund të dalë një orë me të, se po që nuk edhe kështu ky me fjalë në mënyrë kaq agresive dhe kaq të babëzitur, saqë mezi priste të marrësiste mua atë biletën e parkimit. E thash, "Po 1 sekondë valla, thash, unë po kuptoj tash nga po të vjen ty gjithë ky agresiviteti thash. Qetëson se çik më buti thash, të kuptojemi." Edhe po ore nuk donte të dinte.
Thash o vllai, thashun, po, i thashun, unë do vetë të lajem aty, thashun, ku jam larg gjithmonë, kam që fëmijë, thashun, që vjen lasha këtu, do lajem prapë, thash. Edhe meqense ti e shoh, thash, që kemi me kaq merak që të marrësh atë biletën muaj, thash, unë pasi të lahem, do ulem këtu te ty, thash, do pi një birrë dhe do iki, apo një kafe. 2000 lek, 3000 lek, sa do veja ajo. Ore, parkime s'ka. Ti s'keti, thash, zotri, thash. Jemi në rregull, bar, thash, mos ki merak, thash, mos odet djalit vogël, mos merr as ti bilet, thash, se unë e gjej vetë rrugën. Bes me shëndeti, thash, edhe miru pafshim. Mirë, marr makinën dhe ika u lava diku tjetër. Po për të një mëndëri dhe një babëzi. S'po shmos, do shmos. Kjo është largoni ta se kuptojnë na ekrani, po ta njerëz për të qenë modër më pjedhesh, e kupton, nuk ka se kuptojnë. Po pa se kuptojnë që ai do shkojë më. Po nuk është. Jo, po sepse ai nuk do ta kishte aksesin. Një individ i tillë që nuk e kupton këtë gjë që po ky po mundohet i thuaj, e kupton, nuk do ta ketë fare aksesin për të bërë diçka. Absolutisht, këtë që doja të thoja, sepse shiko, këta individ që e kanë zënë që në Nëse ky është vetëm ky në Shqipëri do të rikthej. Ka shumë atje, ka shumë se po ti marr me radhun aty në Vlorë, sa ka aty që dhe kanë vetë. Kam Vlorë ka lart ngoleme spidher, jo vetë njëri, jo më në Vlorë. Se shiko, do zgjasi pak se ka shumë gjëra për të diskutuar. Po unë këtë që thotë Ralo kam edhe zakonisht shumë personale, pse ime më dhe i mat, domethënë nuk kam bërë një ditë pushimi të rjetën sa kemi qenë atje, sot e kësaj dite te ku i bëhet mbar për të vajtur në një 2 ditë, në një 3 ditë, apo në një javë, domethënë në vit edhe vjen pastaj me ditë kështu. Po vlla, nuk është normale. Nuk është puna tek leku, te 3000 lekë pa. Jo, është. Jo, është filozofia, është mendëria. Kjo që të shkatron nervat, kupton? Ke të drejtë se ti ke të sjellja, po pikërisht. Po ti je bias, se ti thua nga që kam plazhin e familjes, domethënë thotë që nuk ka rëndësi për mua. Kjo unë do isha dakord edhe të paguaja këtë, vetëm mos ishte ashtu. Kjo bën shumë sens, është shumë logjike, domethënë dhe unë e kuptoj. Por leku prap nuk bën sens, sepse asnjëri nga këta persona domethënë nuk ka në asnjë lloj të drejtë domethënë të uzurpojë hapësirë publike një. Shteti është domethënë bashkëpunëtor numri 1 normalisht do të zgjidhet prapë dhe ai ka munduar këto lloj gjëra, po ideja është që është ky brezi se ne na shkalojmë për gjitha fajet edhe mëkatet që kanë si brez, për gjëra që s'kan bërë domethënë. Një gjë që nuk e ka faja valla tani është një person, okay, mira ata që janë nga Vlora, po një person që është nga Beratja, apo nga Korça, apo nga ku dëgjon nga një kumjat që nuk ka as lum, jo më viktime kësaj sjellje. Që ka punuar tani si tër jetën e vet, domethënë të vej në plazh, në Zvërnec, e kupton që s'është të çfarë është Zvërneci, domethënë aty hajt më. Por në Zvërnec se ishin akoma të sjellshëm, ishte 10000 lekë domethënë për Zvërnec, po është kriminale më. Ore, po çfarë po bëhet o? E kupton, po nuk është normale jo sepse deri vjet edhe unë të mendësisht, se unë vjet isha, domethënë edhe eksperiencë shumë të këqija kam përgjithsisht nga shërbimi etj, po ajo që më shqetëson mua më shumë është fakti që kur isha që takova Neriosin që e përshëndesim, ikën në Barcelonë, ishim 4 ditë. O vlla, nuk ishte një, po deti kemi ne det në jugu, ai, po deti aty ishte kështu futej dhe shikoj e këmbë akoma. Në çdo pjesë të detit ku vije, më perfeksion valla. Plazhi ishte aty, aty ku ishte pas guli, autopolanti, kujdesuni nga dielli etj, nuk ishte asnjë shezllonga, të gjithë vinin çfarë lloj moshe të ndryshme, ikën të gjithë me çadra me vete. Nuk dila aty vllai, jo se je nga Laçi, jo po se je nga Berati, jo po se ke qenë në Angli, jo po se ke qenë në Ladha ke mbjellur linj edhe do lësh gjysmën e rrogës me, jo, s'kishte atje vllai. Do të bësh sport, ik pi me 1 gradacel atje, pije koktelin atje nëse poshtë, e kupton jam në rregull. Ty tregon valla, që sa i që do të treguar. Po ti heqësh mundsinë. Shikoj, do të thonë nga ana filozofike valla. Tani prindërit tanë nuk kanë pasur mundsinë të shikojnë asnjë gjë në ato kohë. Domethënë se ka qenë të izoluar dhe thoshte të tregonte ai se ku do vije. Këtyre personave ti heqësh mundsinë në mënyrë pasive që është ekonomike, duke i vënë një çmim domethënë të shikojnë njërin jetën e tyre kësa milin për shkakun është kriminale valla. Se nga kjo do të fillojë çdo lloj gjëje. Fakti domethënë që nuk e ka njëri mundësi që të marrë një çadër me vetë një termosu, atë marrë valla ku dëgjon pilaf me pulë valla, si ajo memja, apo shalçi, apo 2 bira me vetë në termosu, që përshtyhet të ulit në kësa mil. Në momentin që ky person nuk e ka këtë lloj mundësie, kjo është kriminale. Se ka pasur shumë koksianë që kanë ndërtuar në Sarand. Ato video që më dërgove ti, do të thonë sa shumë bëhesh, një dërgojnë ndërtonin gjithmonë vende të ndryshme, që mos të lidheshin shumë me njëri tjetrin. Se ai sistem shkërtat ka qenë, kupton?
njerëz ka pasur më kam mbajur nga shokët e babit, më kam qenë në Vlorë për ushtrie, e kupton? S'ka vajtur ai vllai në 30 e kusur vite demokraci, nuk ka vajtur në Vlorë se nuk ka mban xhepi. Ja kupton tash që kjo është kriminale më valla, sepse nga kjo do të filloj çdo lloj gjëje. Tani, a ke shërbim ti? E zëm Leoni, biznesmen. Po valla ka super ide valla, do kështu, po. Do shëzllon ti. Në rregull, do shëzllon. Sa do të bësh? 10.000 lekë. Shumë është 10.000 lekë. Okej, 30% tash. A do të përdorësh hapësirë publike valla? Kupton, të drejt pas detyrim pastrimi, do të përkujdesesh për të gjitha gjërat, do të drejt në shtet sepse ti po merr të drejtën ekskluzive të dikujt tjetër që do të vinë tani nga Poliçani apo nga Srapari, kupton? Po ja merr atë pjesën e tij. Po e bën diçka që në të vërtetë në kualitet edhe mund të jetë më mirë. Po marrim rastin më të mirë që është një kualitet i lartë. E ke parasysh që çdo gjë është në rregull, është e pastër, është e mirë, punëtor të ketë të sjellshëm etj etj. Po, në rregull, po prap ti je duke u futur në pjesën e dikujt që paguan taksat. Duhet të ketë një common sense, valla. Është një gjë si në pensionet, valla. Është një kontratë sociale që në qoftë se nuk është e drejtë për të gjitha palët, nuk funksionon. Duhet të jetë gjithmonë e drejtë. Duhet të jetë gjithmonë e pranueshme nga të gjithë. Duhet të ketë si qëllim të mirën e shumicës, jo të mirën e pakicës. Sepse aty favorizohen njerëz saktuar, pakicë, shok, miq, po absolutisht. Të lidhur biznesmen Vazhdon që kanë lidhje me rregullatorin, po them, me ata që janë lart. Kjo është ignorancë më Për të favorizuar njëri tjetrin. Domethënë ne jemi akoma, domethënë funksionojmë ato të mentalitetit të provincës. Ata pak njerëz që kanë pushtetin, një grup njerëzish që njohin njëri tjetrin etj me favore etj për t'i ndarë ato fitimet. Ky është problemi. Po ideja është se nuk kemi larg pamërsi o vllai. Nuk është në kokë e mira e shumicës. Po të ishte kjo në kokë do ishin zgjidhur shumë gjëra. Të marrë një rast laboratorik së bashku. Unë jam nisur për pushime me ju dy, secili nga ne ka 500 euro më vetë. Po. E ke bërë bella 500 euro, e kupton? Do i derdh me ato lekë, po do i ikim. Po ha. Në dërmi 2 ditë kënaqesh me ato. Po, maksimumi. 2 ditë dërmi. Tash, shiko çfarë është ideja valla. Ideja është që njerëzit që shkojnë për pushime valla, duan të pushojnë, duan të kenë çdo gjë stres free. Kur ti bën këto gjëra ti ja ndërlikon pushimin, nuk është më pushim, është punë. Ata që po bëjnë, po mundohen të merren me gjithë ato gjërat. Një. Konsum energji është stres. E dyta është që në largpamërsi dhe kapitalisti më i egër ti ishe, nuk funksionon kjo pjesa e shezllonave valla, e uzurpimit, sepse ti do sa më shumë Greqia ka një jetë valla. Sa kemi në shtet ka turizëm. Sot e kësaj dite nuk paguan shezllon, merr një kafe të qelbur, një frappe për 3 euro i gjysmë, e ta jep ai shezllonin tër ditën me 3 euro i gjysmë po desh. Se ka një jetë, sepse i di rregullat e turizmit. E di që duhet respektuar turisti, duhet respektuar rregullat siç duhet. E ka marr ai nga babai, nga gjyshi që ka filluar turizmin që në vitet 60-70. Po këtë duhet të implementojmë. Se ne akoma jemi buzëqumësh në këtë pjesë, nuk e dim çfarë është turisti. Jemi akoma merr sa të mundesh, miele ato turistin sa të mundesh. Merr edhe lekun e fundit, punë madhe se erdhi më vitin tjetër ai. Po kjo akoma këtu jemi ne. Po kjo mentaliteti uris, jo, po ta ham tani sa më shumë se nuk e di çfarë sjell viti tjetër, po më mirë. Tu jemi, po ku do vemi është ideja. Është problemi ku do vemi. Ku jemi, kjo është ideja që ku po vemi valla, se në mënyrë të një tregu të hapur kapitalist, domethënë në momentin që ti këtyre personave ja heq 100.000 lekë direkt nga këto 500 që kanë vetëm me shezllona, po do kenë më pak lekë për të hedhur. Po pra, atë. Kështu që në një periudhë afatgjatë, kjo është kontraproduktive, sepse ti do jo vetëm që të vinë ata, se të kenë sa më pak stres, por të vinë sa më shpesh. Bile që të kenë sa më shumë, që të blenë dhe një akullore më shumë, që të pinë dhe një birë më shumë se sa që do pinin 5, do pinë 7 tash, se kanë dhe më shumë lekë që kanë ngelur apo. Tani, ti këto lekët njësoj do ja marrësh atij. Pse valla nuk ja lë t'ja marrësh lekët atij, domethënë në një mënyrë më të mirë që edhe ai të ketë diçka nga ato lekë. Që të jetë win-win valla. Se kjo është e gjitha valla, nuk kam asnjë unë jam i djathtë për sa i përket ekonomikisë, e dashuroj tregun e hapur, mendoj që duhet sa më pak e rregulluar. Po kjo nuk arritje me tregun e hapur se kjo është territor publik. E kupton, domethënë, kjo gjëja që ndodh është kriminale, nuk është se është kjo që ka filani tokën e vetë për tipë vetë të dhoma i gjumit edhe po bën plazh aty, e kupton? Kjo është diçka që është publike. Kjo nuk është normale. E kupton? Edhe këto që në qoftë unë mendoj vërtet që në qoftë nuk ka një
bashkëmendësi, ku të bijem dakord të gjithë, domethënë në mënyrë të thellë për të përbrendshme që kjo gjë është gabim, nuk kam vënë ndryshuar ndonjëherë gjëra. Se duhet të shumë Ne mund të bijem dakord që është gabim, po ç'a do zgjidhim? Shiko, Sepse ne po themi të njëjtën gjë, nuk se jemi kundra në këtë temë. Jemi të tre kuptojmë që ku është problemi, ç'a duhet bërë ndryshe etj. Por mendoj që jemi në pikën që duhet të reflektojmë pak. Domethënë, të gjëra që po themi ne duhet t'i kuptojnë dhe njerëzit vetë që janë pjesë e kësaj gjëje. Domethënë, edhe ai që ai tipi që shpjegoi Araldo që kërkoi parkimin, lekët e parkingut, atij do të shkojnë njerëz më. Ai do e kuptoj, vetëm poshtë budalla. Do e kuptoj që pse s'mund të vinë njerëz. Se ka më parkimin me lekë, okay, por klientës do e bëjmë më. Domethënë, po është me cikle, domethënë do ketë cikle tani që do jemi prapë në ulje siç jemi këtë vit. Do vazhdoj kjo ulje. Nëse do e kuptoj njerëzit, pritni çfarë po bëjmë, se ne tani nuk po marrim turistin elitar, po marrim njerëzit që akoma ata që erdhën në Shqipëri, dhe italianët edhe ku diun, dhe ata që po vazhdojnë po vinë, janë ata që nuk kanë mundësi ekonomike, nuk janë ata me lekë, janë ata që vinë dhe kursejnë prapë, edhe në Shqipëri blejnë gjën e lirë etj, dakord? Por ç'a ndodhi? Duke qenë se u mori kokaer, prandaj thashun atë shpejt u mori kokaer, se pan që u ritën turistat, që u ritën, thanë, erdhën turistat, kanë lekë ta, rrisin çmimet, dyfishim, po duke dyfishuar çmimet, përveç se turistat nuk u ritën sepse nuk ishin ata me lekë, ishin ata pa lekë, ti humbe dhe turistin vendas, humbe dhe turistin e shqiptarëve të Kosovës, shqiptarëve të Maqedonisë, që dhe ata u paksuan, sepse ata pan prit njerë për këto çmime, unë shkoj në Greqi, shkoj në Spanjë, se ata vinë në Shqipëri për këtë punë, se është vërse okay, patriotizmi etj, është më lirë. Po, turizmi patriotik dhe një farë, do jetojnë. Edhe rritje e çmimit, një sekondë, bëjmë sa ta marrë. Po, fish. Rritje e çmimit është e pa justifikuar me rritjen e cilësisë, nuk është se u rrit cilësia në përbesim drejt me rritjen e çmimit. Cilësia ka rënë. 2 vite. Po themi si u ka rënë, si u ka ngel njësoj, domethënë në njëta cilësi, po përçimi është dyfishuar. Domethënë nuk e justifikon, prandaj ka ulje. Kjo është domethënë. E gjitha gjëja, shiko, unë nuk mendoj që ne jemi në rastin që ka cikle. Nuk kemi aty ne, nuk kemi Kroacia. Kroacia për fat keq nuk kemi. Për fat keq. Kroacia bëri këtë gabimin që sapo ti përshkrove. Kupton që rriti çmimet etj, ulën ato. Ka rënë pak çmimet tash këto fillon njerëzit po vënë prapë në Kroaci, po Kroacia tani po bën edhe ca festivale, po tërheq njerëz të rinj, e ke parasysh Kroacia po bën korrigjon. Nuk jemi atje fare ne. Sepse nuk bën sens si një gjë tek ne. Domethënë, gjë ndryshime që ndodhen në Kroaci, që ndryshime të lidhura drejt për drejt, ndryshime nga puna në euro, ishte ndryshime nga fluksi i madh që britanikët e prishin që gjithkohës. Po, cilësia gjëra lekët ende. Para se të kalojmë te kjo analiza, unë dua të përmendja diçka që për të përmbushur gjithë pikturën është e vlefshme për t'u thënë që gjithkohës. Problemi i madh i tregut shqiptar në fakt janë shqiptarët vetë. Po. Në qoftë se ti si individ ke dëshirë me pak mund, normalisht, nuk ka, është më e vështirë se sa normalisht, por në qoftë se prap je i vendosur ti kundërvihesh këtij makabriteti, këtij kriminaliteti, edhe pse duket shumë jo reale, ka shumë vende, edhe në jug, edhe në mes, edhe në veri, ku ti mund të bësh pushime pa paguar. Problemi është që mënyra jonë agresive konsumatore, ne i bëjmë pushimet akoma për tjetrin apo. Ne i bëjmë pushimet për të publikuar në Instagram, ne i bëjmë pushimet për të mbledhur me ata. Ka një problem tjetër pastaj që ky po e them për përmbushje këtë se duhet të dalë diku me këtë pjesë. Edhe kjo është një pjesë e madhe. Ka goxha plazhe të vegjël në jug, ku as atyre që janë të babzitur për lek nuk u intereson dot më, se thjesht rruga për të vajtur atje është më e madhe etj. Po pra, atë personi që është në stadin ekonomik, domethënë që do të bëjë pushime sa më të lira të mundshme dhe gjithsesi do merrte gjëra me vete, çfarë do të vesh atje, ku mund të vesh tek vend tjetër. Po. E kupton? Në shumicën e rasteve dhe je ti dhe 4 grupe të tjera. E ke parasysh që ke plazhin privat, po thuhet deri diku. E gjithë kjo konsumatorizmi agresiv që ne kemi, që do të dukemi, duke lidhur po se e mori ky në radhën e parë, po edhe unë radhën e parë ta marr, sepse më thonë që ky s'ka lekë, që thonë se do marr në sezonin mbrapa, e ke parasysh nuk shikoj detin, e ke parasysh janë
domethënë disa mesetarizma domethënë që janë fatkeqe, po që ekzistojnë, ky është realiteti, ne duhet të jemi Sa komplekse mendore që. patjetër. Tani, unë mendoj prandaj që të ndryshosh këtë lloj mendësie është e detyrueshme që kjo gjë të zhduket komplet. Se pse e them këtë? Domethënë duke marrë shembullin e Greqisë prapë se vërtet kanë ai shumë shekuj që e bëjnë ata vllai, po në të vërtetë të themi atë që është shumë afër kultura jonë me ta atyre. Në Korfuz nuk kishte valla, asnjë që 2 kilometra pi plazhi, një shezllong. E di ku ishin shezllongat? Ishin te kafet, edhe kafet ishin anës gurëve dhe plazhi ishte literalisht 10 metra katror kishte se ishin gurë të qartë. Dhe aty kishte vënë shezllongat. Merri një kafeti, ulesh atje 3 ditë. Edhe nëse ka nuk ka problem, mund të kesh shezllong sepse ai që do. Ore 6 shezllonga ishin, ai kishte 50 vende brenda, kishte 6 shezllonga. E kupton? Edhe në çdo kohë të ditës, për zotin larg, që atje ka në çdo lloj kultura të ndryshme, në jug ku isha. Në mesatarisht 30 veta që janë duke konsumuar diçka, edhe vetëm gjysma domethënë 3 nga 6 shezllonga janë të zëna. Sepse nuk e ka njeriu atë idenë, se nuk ka vajtur për atë. Të zëj shezllonën apo etj. E thash unë këtë historinë dikujt, thashë apo ti se ti ke vajtur atje zona ku s'vetë njeriu etj, që s'është pak e vërtetë. Paluam bëm një tur pastaj vetëm në veri ku bëhet kjo zona, domethënë me shumë hoteleri, all inclusive etj. Zero shezllonga apo. E kishte hotelin në Kodër vllai. Hotel gjigant, mund të kishte 200-300 dhoma, kishte pishinë. Gjigante dhe pishina në Kodër etj. Ama te Gjoli tek ai gjiri vogël që kishte përpall, zero shezllonga. Zero shezllonga. Mund edhe unë mund të vi aty. Shoh se ti morë dy shembuj nga vende që kanë turizmin shumë më të zhvilluar se ne, që kanë dekada. Pse është shumë e prekshme se është aty. Jo, i njohim, këtë eksperiencë tregove ti kam dhe unë kam parë këtë gjë në Greqi dhe në vende të tjera dhe kështu është, domethënë ti mëso pak nga vende që kanë çik më shumë eksperiencë aty, që din çik më shumë. Mos e lë të babzin të marrë ideën, sepse shikoj njeriu po ta lësh, mbase njeriu mund të shkojë në shumë, të shkojë pa limit. Ore ne kemi çuar. Duhet një që e mban atë babzin dhe i thot prit një deri këtu ku shkon. Po ne kemi çuar shezllona në ishujt e 3 ishujt e Samit më plak. Po. Është kriminale më plak, është idiotësi. Kaç Toke zanun. Po kaç më valla, kaç. Toke zanun Samit. Ishin shoqet e Lusit, vjet. Do të thënë, shpresoj vërtet që kënaqën shumë. Ishin bezitur jashtëzakonisht shumë nga kjo pjesa, kupton. Edhe aty Shqipërinë. Ku ishin çfarë mendin? Nuk. Në disa vende, ata bredhin ja studentë vëlla, kupton, nuk duan të derdhin lekët se kanë marrë dhunë me AMG. Po janë, po. Ai do të vë, do haj një pjesë, do haj një kështu konsumatori përditshëm vëlla, që është mënyra më e mirë. Që është mënyra më e mirë që e ka vërtetuar si Spanja, si Italia, si Greqia. Domethënë që nëse ata kanë të drejtën të zgjedhin ku ti shpenzojnë lekët, do vinë prapë. Edhe në Spanjë, dhe në Itali, dhe në Greqi vjen pa fund. Edhe në Turqi vjen. Po, sepse e din që kanë lirinë, unë do bëj atë që dua unë. Në Shqipëri nuk thehen më. Ishin bezdisur edhe nuk ishin bezdisur pa fund. Për fat të keq kam edhe unë dëshminë time sepse në qershor ishin dhe shefat e mi në Shqipëri. Po. Ishin dhe shefat e mi në Shqipëri edhe për fat të keq më thanë që në Shqipëri ata s'kan për të kthyer më. Shefat gjerman. Po. Sepse ata janë mësuar me Greqinë, me Kroacinë, me Italinë. Ku ishin çfarë vendi? Po ishin themi tek Ajka, tek Zoja Hora, tek Zoja Hora, kuptoni? Po. Okej, çdo gjë nice aty me këtë peizazh është fantastik. Po. Ndoshta akomodimi nuk është keq. Po ishin ndetur aty, kishin fjetur. Si çka kishin pasur probleme me Zoja Horën, se kisha zgjuar. Jo, puna është që tha kanë një pretendim, tha, të jashtëzakonshëm, kur cilësia që ofrojnë është shumë e dobët. Ata kishin fjetur dhe kishin ngrënë aty, thanë. Okej, tha, peizazhi është shumë i bukur, tha, natyra është jashtëzakonshme. Po. Edhe zona aty është shumë e këndshme. Po. Por tha, atë që paguan ti për atë vend, nuk e merr atë. Nuk e meriton. Edhe sidomos në ushqim. Po, është një lloj hype ai është. Ushqimi që kemi ngrënë tha ka qenë shumë i dobët. Shumë i dobët. Po. Kemi paguar tha jashtëzakonisht shumë. Është shtrenjtë shumë. Edhe më thanë, sepse tha kur pastaj shkuam në Mal të Zi, tha kemi ngrënë peshkun më të mirë që kemi ngrënë ndonjëherë. Edhe kemi paguar më pak.
Zohora dhe këto tjera të palasat janë për këta që shkojnë për Instagram, janë Po mirë, unë them tani ora, ti e mban vendin sigurie top class molla. E mban vendin sigurie me 5 yje, me 6 yje. Apo sa je? Po ti si mund të Po marrësh që për një foto për Instagram dhe një pasta po ti çoj një past 20000 lekë, një makaron 30. Pagova unë si isha unë ora vjet. Po ore çoj 30000 lekë një makaron. Çoj 30 edhe kishe një kërkares. ore çoj 30000 lekë, po bëma molla, bëma që të qaj duke ngrënë. Po jo mos e bëj. Po bëjmë molla se do ta paguaj unë 30000 lekë vetëm ta ha që të mbaj mend çfarë kam ngrënë. Shumë shtrenjtësh. Po atë makaron e bëj dhe unë, e bëj 100 herë më të mirë. E di që kam provuar. Po. Problemi nuk është vetëm ky. Cheers. Gëzuar një herë para fare se po diskutojmë tema të rënda, po Po se njerëzit janë buda këta kujtojnë se njerëzit janë budallëj, nuk janë, jo, janë budallëj. Por këtë po jo, njerëzit nuk janë budallëj sepse Por nuk e ti edhe shefi jot, njerëzit janë budallëj. Po mirë, dakor, është një pjesë e reja më kujto bushi se është një pjesë shumë e vogël që janë budallëj, që janë rrota pallë. Bëhet kuvendi Zor Hora ishte çdo ditë plot. Do të rezervoje. Ka që valla, kjo sepse janë njerëz të budallëj vetë valla, unë vaj atë Zor Hora. Ne ke parasysh. Ushqimi mediokër, 30 euro pasta. Në kërësush ne vajtëm luks. Parë Instagram, etj. Po problemi me Zoe Hora nuk është tek çfarë bën. Se mund ta bëj dhe 100 edhe mund të ta dhjesi në pjatë. Mos ik. Problemi është Zoe Hora edhe një 30% i këtyre lloje bizneseve janë të ndërtuara me fondacione europiane dhe shtetërore shqiptare. Zoe Hora 50% atyre që kanë ndërtuar me dinin time, të më korrigjojë dikush nëse ka është në ato, se ke vëshë të plakatën që kanë poshtë atë në bashkime në bashkëpunim me Bashkimin Evropian etj. Gjoja për të rinovuar pjesën e vjetër të vlerësuar dërmiut. Pikërisht, edhe pastaj thonë pse na i hoqën subvencionet në Europë. Ja një shembull perfekt. E kupton? Që Zoe Hora për shembull mund të ishte diçka që vërtet nga 20 mund ta bënte 25 apo 30 apo 20 ta mbante të njëjtin atë, të paguaj, okay, të paguash lokacionin, varilisht, okay? Po duhet të bëj sens, po çdo lloj gjëje, se s'ka asnjë gjë tjetër aty. Kjo është problemi. Bëjmë pak publicitet. Se tani kemi dhe njerëz, kemi të afërm, që kemi edhe si thua eksperjenca vetë të mira, ëh. Unë kam eksperjenca shumë të mira. Një nga eksperjencat e mia të mira është në Lushnjë tek Beer House, që bëjnë një mish fantastik dhe kanë një birr fantastike, edhe ti ha mish fileto vici edhe birr me 25000 lekë. Që të kushton 100 euro në kurdo tjetër. Kjo është një eksperiencë shumë e mirë dhe unë i përgëzoj e promovoj ata shumë sepse janë shumë të zotë, kanë një shërbim fantastik, kanë një produkt lokal fantastik dhe meritojnë. Një tjetër shembull është miku im në lungomarët e Florës, Skerdi, tek Skerdi e përshëndesim. Që bën një pastë, bën një makaron absolutisht fantastike dhe ka çmimin. Okej, është sepse është mund lungomare, ku janë që të gjithë, po nga ata të gjithë atje është nga më të mirët. Sa e ka tash, na thoj sa e ka. 14000 lekë një makaron, një pastë, po një pastë me fruta deti. 14000 lekë këtë në golem, po. Po 14000 lekë me fruta deti që sa të hash. Po. Kjo është. Po nga ana tjetër, është aq korrekt dhe si thosh, është aq koherent me gjërat, sa që thot, unë disa produkte nuk i fus. Sepse unë ndoshta ndonjëherë apo bëj një kështu, si thua, një kërkesë ke qofte gafore, kupton se është bër hype, qofte gafore. Më ma shpifi fare. Po një sekond, qofte te gafore. Nëse qofte te gafore, se ajo gafore s'ka asnjë gjë. Thonë ka vetëm atë kelën. Por e vërteta është që ai me fjalë është aq koherent sa që më thotë, "Mo shiko, unë nuk e përdor këtë produktin sepse nuk më pëlqen, nuk është cilësor. Unë bëj këtë gjë që e bëj vetë." Bëj qofte peshku, po, bëj qofte peshku, edhe kushton 7000 lekë racioni, po është çat hash. Kështu që edhe këta njerëz duan promovuar. Po nuk i bën dot o zemra ime, këtu do të dali vllai tash, se kjo është prandaj unë gjithmonë mundohem ta sjell gjithmonë të përgjegjësia personale. Ime më dhe i madh kanë një eksperiencë me. Edhe madje më e çuditshme. Babi dhe mami po bëjnë 2 muaj. Kur filloi sezoni, afërsisht. Pleqëri e morën Toyota Yaris. Edhe ta gëzoj një. Jo më morën makinën ikën në kishin pas. Divjak. Kishin pas makinë. Ikën Divjak, çifti vjetër,
E kupton? Po e afrohet pleqëria dita ditës. Varet në ta gjetën me i vend ja kishte thënë dikush. Po. Hëngër, pin, domethënë, edhe ka shpenzuar një 27.000 lekë. 2 veta. Me të ngrënë, me një bira, 2 bira secili. Ka. Ndryshe Sa duash ka. nga gjëja që ishte nga Barcelona, për shembull, vllai, po ta vije re ti ishin ato që dukeshin nga jashtë, më zgëqe kishin radhën motra. E kupton? Ato që ishin fancy kishte këm njeriu. Këm njeriu s'kishte. Ato që ishin vende të vogla, vllai, dhe turistat ato vinin te vende të vogla, ku vinte ai në vajt morën tapas ato sa ishin 3-4 euro, domethënë që i merret disa kështu bam bam ku bën sen ishte, o vllai, pritëm gjithmonë. Vajtë tash me 3.000 lekë, 4.000 lekë. E ke parasysh? Nuk e di Më për misë ty, të po ato mesore, e ke parasysh? Unë- Ideja është që nuk ka, e ka fajin individi, prandaj them që ne nuk duhet të Ne flasim i shtetit. japim zemër aty, japim. Pikërisht. Ne nuk duhet të flasim shtetit, të themi që pse s'na bëri dirama. Dirama, mos të travi fare kush është dirama, jo më është individi. Unë ta flas me ti mat, me vllajën tim e të tjerë, mos i të kjo, mos bëhet tek ajo, sepse kërkesa, siç e folëm përpara se të fillonin podcastin për një temë tjetër, kërkesa e dirigjon gjithë tregun valla. Po në qoftë se njerëzit thonë që valla, ma çave trap nuk duan tash të më bësh ti mua të më vësh një borzilok te vezat, ma bësh 15.000 lekë për mëngjes. Po valla, unë dua ta has, duhet të ikë, do lajm në det, do të kem çik energji për mëngjes. Apo jo, më është kështu. U zgjova ti. Po, pikërisht. E zëm një gjerman, Do bëj foto për Instagram. Do valla në 6 të mëngjesit valla. Do në orën 7 ta mëngjes ai do të jetë në 8 atje sepse deri në 10, pastaj është shumë vapra. Po, pikërisht. Kjo është. 15.000 lekë për një omlet. Talltrapin ti. Për çfarë? Nuk e di, por restorantin më të mirë në Vlorë ku kam shkuar, kam shkuar 2-3 herë. Qellova që kam njohur një, e kam gjetë në radhë të 2 të lungomara, jo në radhë të parë. Mbase mund të jetë ky në radhë të parë, po se kam provuar këtë. Jo, nëse ka. Po në radhë të 2 kam gjetë një super restorant peshku, fantastik Emri? me do ta gjej, do ta gjej atë do ta rregoj. Po vllai një gjë. Po në radhë të 2, domethënë një kështu e vogël si thot Bleoni në Barcelonë, një gjë e vogël e pa pretendime, pa asnjë investim kështu të çuditshëm, domethënë. Se ora vllai, Ai kjo ishte është problemi. Unë mendoj që nga ana, unë jam inlander vlla. Unë s'kam det afër. Unë kam një cop lumi. Për mua, si Bleon, është e papranueshme që të unë të shkoj në Vlorë të ha keq. Peshk, po flas, po pres na jo. Për shembull, kjo nuk duhet të ekzistojë fare valla, sepse nëse tregu është vërtet i lirë dhe tregu i lirë funksionon, të gjitha që gatunin keq do të ishin zbythur valla. E kupton? Po njerëzit janë ignorancë, ai ble koltuqe, vë një shisha aty, bën ca drita kështu. O, do vemi nëse spektakël, do është vibe, sa çamudi është. Të shet makaron E ke parasysh? me karkaleca argjentine që vin nga Pikërisht. Argentina bie këtu, ishte 12 Argentinë, kishte. Ai që di nga vjen karkalecit. Somales. Ti është karkalec apo jo? Në jetën e tij të mëparshme mund të ketë qenë thjesht një karkalec toke. Por mos zgjatër shumë pastaj do të kalojmë në pjesa e tretë. Unë do të, siç e juve dini, po që s'kemi mbledhur që atëre bashkë përsëri. Po. Në mars prill unë isha në Tajland. Po, çfarë? Tjetër botë. Tashi, Si u duka ne çfarë bëja ne? o vlla, po pse duhet ta lidh me këtë, domethënë sepse unë çdo vend që shikoj, domethënë kudo që kam qenë, që gjithkohës domethënë edhe kur mundohem të afik truri nuk e fik dot, gjithmonë mundohem që çfarë mund të bëjmë ne. Çfarë mund të mësojmë ne nga? Mendon? Në Tajland. Ne nga Tajlanda domethënë, Lady Boysat. po. Por strakfulla. Po. Këtu largohemi nga para. Jo, ideja është që kemi jashtëzakonisht shumë për të mësuar në Tajlanda, që është në fakt e trishtë. Tajlanda është një vend I veçantë. me histori më të ngucur se sa Shqipëria, me liri shumë herë më pak se sa ka pasur Shqipëria dhe Po shqiptarët. kanë dekada në turizëm, mos haro. Kanë dekada në turizëm, po duhet të dalë në një vend. Po. Sa ka Tajlanda tamam, kështu ka qenë si jam 100 ca kusur vite. Pak a shumë sa Shqipëria, që është dhe kolosale shumë e madhe. Një gjë që më bëri përshtypje mua që është më e mirë se sa çdo vend i Europës, jo vetëm Shqipëria. Po. Do të them të cigare. Publicitet. Me dua presin. O vlla. Në çdo lloj momenti që ti e duke kaluar kohën tënde në çdo lloj vendi të Tajlandës, ti nuk
ndihesh keq. Sepse ajo kulturë që mbase për ata është toksike dhe mbase nuk është shumë e shëndetshme, ti gjithmonë përballesh me një buzëqeshje. Ata taksixhinët janë duke pasur ditën më mizerabël të tyre, mbase gruaja ka një 4 muaj se ja kalon valla, të gjonë në triatlon etj. Po gjithsesi ai të thotë mëngjes me brëma duke të buzëqeshur dhe fytyrë ti ndihesh jashtëzakonisht shumë i Pra vështirë. shërbimi. E kupton? Kurse në Shqipëri ai vllai ka rrogun në Vlorë atje ku vajtëm ne vjet që më thash më doj që thash më dojnë na unë, e kupton që ishte spektakël fare plot me njerëz të gjithë happy të qeshur, edhe vinte vlla të bërtiste. Ore vlla se do vije. Po do vije tani, po si do vi. E ka genetika e lonjave, nuk ka çati bëj. Shumë dot. S'mund Ishte qeshja ai. Ishte Nuk mund të qeshja ai. Ai e ka në kështu atë fytyrën e mërzitur. Se ndryshon dot. vajtëm vlla në një gradacel. Nëse unë kam qef gjithmonë të provoj minimumi këto gjëra që janë kështu, absurdizëm. Rooftop, këto që janë dekadencë në syrin tim, të paktën. Kam qef të provoj. Vajtëm ne ishte 6000 bat, se bie 30 euro koktejli etj. O vlla, koktejli më i mirë në jetën time, më rrov shtëpie, ore spektakël, nuancat ishin gjithë aty, jo vetëm ajo. Ishim ne diku në fillim në 10 veta, ishin 8 kamariere. Po 30 euro. Erdhi për zotin lart, o dëgjoj. Justifikonte, do mos shërbimi justifikonte. Jo vetëm e justifikonte vllai. Po tash ata vetëm ma merrin gojë mua tash me ndër muhabetit se tani tjetër gjë. Mos e kam bërë, se dimë çka kanë bërë, se tani nga Tajlanda, ka shumë sa e kënaqur ti se. Ta zoj buçi. Ai po buçi. Shiko, ideja është që thjesht dallimi i eksperiencës, domethënë se vetë edhe këtu në Monkey Bar për shembull bën 20 euro. Koktejli, po do të presësh dhe gjysmore radhë derisa të vi. 30 euro atje vllai, bile erdhi banaketi. Doli nga banaku vet. Edhe na mori në pyetje Allah. Si e doni, qysh e doni? Ma ky vllai ishte, nuk e di, si biçim arabi duke kështu, domethënë duke që punonte, ishte një barman, domethënë një ngritur në emër që e kishin marrë ta kështu. Me që ç'kemi si jeni, si po ja kaloni, si u duket koktejli, ç'a ju pëlqen te koktejli, ç'a si u pëlqen koktejli, ç'a doni tjetër, e kupton? Edhe aty nuk ishte vllai jo kështu që ç'a do marrësh vllai. E vërtetë jo. Ç'a të Shpejt po deshe vlla se e ka me shpejt. Po flasim një barman për gjithë rrugtopin. Nisha aty tek ne. Po Ai thoshte kishte Lusi. personalisht i merrte Ore ky vinte çdo gjysore dilte fliste. Justifikoi çmimin ai, kupton? Ai më ja bëni smetin, ja bëni smetin Ishte me thellë se kaq. Shpeça erdhi aty te tavolina vllai, pyeti çfarë pëlqen, thash mua më pëlqen shumë kjo nuanca, thash i kishin ca kështu. Erza që i vënë ata. Domethënë ishte shumë pa shumë e holl për mua, thash unë dua pak më të fortë. Tha kam 1 2 për 3. sa kam ashash. Ose mund të bëj edhe diçka tjetër, tha, më shumë nga vjen ti, thash unë. Ndaj nga vi unë thash unë i pi andej, dua të provoj diçka këtu, po dua të jetë pak më e thjeshtë. Tha, është kjo. A vjen në rregull? Thash, "Ok, hiqi atë spice-in, edhe jemi në rregull." Po e bëri vllai, nuk e bëri tot ai, jo po se siç e bën këtu që jo po është krijimi im, e di unë si e bëj, po desh e pi, po desh mos e pi. Jo vllai. Ti e kështu do ta kesh. Klienti është mbret. Çalli ke ti valla. Ta bëj unë. Sa Lusi dua një kështu. Këto janë, domethënë se nuk po gra. Ne nuk e din ç'a duan. Ja nxiu jetën aty një 7 minuta aty tash unë Lusi. Edhe ai shketi dha ç'a pijesh pëlqen tha 1 2 3 tha. Okej tha. Të pëlqen më shumë kjo apo kjo? Kjo tha. Do të bëjmë diçka. Kaloi ai në primal mode një moment. Zori me non. I bëri diçka ishte spektakël valla. Spektakël valla, ato gocat. Çoheshin në këngë dhije në banjë valla. Mund të të shoqëroj të në banjë. Tani doli. Ai që bojë në do. Tani doli e vërtet. 30 euro ka shkuar. Banjë vllai, pastaj ishin flia dhe brenda. Në banjë, po. Nga një po kishte 2. Domethënë, kjo më pëlqen mua në Tajlandë se ishin të shumë larmishme. Kishte kjo gjë, ishte perverse goxha. Pra ishte dhe shtrenda dhe e lira dhe Për buxhetin tim kjo ishte goxha perverse, po kishte edhe një rast tjetër për shembull, që ishte një vend kështu që vinte erë që ne nuk e mbaruam që janë ngrënë domethënë se thjesht ishte shumë prandaj nuk të dëgjosh gjithmonë TikTok-un, kupton? Se duhet literalisht asdësh hundën për ne si europianë. Edhe ata mendojnë që ne vim erë. By the way, tajlandezët mendojnë që ne vim erë. Sta dini kur të vini në Tajland. Era Borzilov. Little do they know, ne mendojmë një ndonjë gjë. Ideja ishte domethënë që në Tajland, edhe në Bangkok, edhe në këto vende të tjera, në qoftë se nuk ai kishe pordhën e fasules mbaroje punë si njeri vllai im. Kupton?
Nuk ishte kështu leshi presh atje, nuk ishte taksia sa të ve, kështu pap me kishte një ca aplikacione si Uberi ata e kishte fikse. Po ta merre kështu do të negocioje që në fillim, normalisht, si në 90-të në Shqipëri. Po prapë delte kështu. Po të kishe luksin që ishin dy taksixhi bashkë me njëri tjetrin, marrë ja ulje poshtë domethënë, më poshtë tregut edhe dilje mirë fare. Po kishte diçka për të gjithë. Mikpritja e atyre, domethënë edhe theksoj që mua nuk më intereson si turist, nëse ata e kanë pasur me të vërtetë apo e kanë pasur të luajtur, kjo nuk ka rëndësi fare. Ishte spektakolar. Ishte spektakël. Që gjithë kohës gjëja më e bukur, që është gjëja më idiote, po është gjëja më e bukur aq më. Ne blejmë një bilet për të parë pallatin mbretëror në Bangkok. Kjo bileta që ne blem, që ishte 35 euro për personin, ishte all inclusive. E thoshe do marrim dhe çojmë për te pallati mbretëror. Gjëja që dinim ne ishte na mori. Kjo na çoi në rrugët e vjetra ku ka qenë ambasada e parë, domethënë ku ka qenë rruga e parë në Bangkok. Literalisht rruga e parë për të kaluar makina. Na çoi tek porti, i hipëm në anije, vajtëm te një market lulesh. Pam ato, bëm historinë atyre të marketit lule, nga marketi lule vetëm te lagja e vjetër, nga lagja e vjetër ikëm këm atje. Pas 2 orësh filloi ajo për çfarë kishim bler biletën. Mbasi këtë bëm këtë çka kishim bler biletën gjithë pallatin mbretëror, domethënë, çka ishte mbështeti. Se di që është tet, edhe që të vërtet është krenar, edhe pse kanë historinë e shkurtër dhe të vuajtur e tjerë, prapë është krenar për atë që ka dhe Flasim për Tajlandën, nuk flasim për që Po, të bëhet dallimi. patjetër. Biletën për pallatin mbretëror automatikisht, inkluzive bileta, ishte një shfaqje teatrale të një nga epikave të krijimit të njerëzimit siç e njohin tajlandezët, e kupton me të mitologjisë tajlandeze. të mitologjisë tajlandeze. All inclusive me transport falas. Ishte ti doje zvije, sa dilje nga pallati mbretëror të priste një kuçe, kështu një vagona të tërhequra. Po se kuçk, Me kuçe, si thon, karrocë. një karrocë. Karrocë e vogël. Një karrocë e vogël që të trishet dhe të çonte deri tek teatri. Mbushje teatri atje vëlla, fillonte shfaqja, çdo gjë live, jo me Teatr. ekrane me gjëra. Aktor që performonin live. Anglisht apo ishte në gjuhën e tyre? Ishte vepër teatrale, pa folur fare, kupton? As kishte E kemi siç janë këto mitologjizmave që janë thjesht me aksione dhe mimika atje, ala Charlie Chaplin kështu. Edhe ti merjen në një mënyrë të induktuar një nga mitet më kryesore që tajlandezët e besojnë sot kësaj dite. Çfarë e ndalon Bashkinë e Tiranës të bëjë njëjtën gjë për një pjesë teatrale, ku dëgjon, të Skënderbeut, të Ismail Qemalit për që Pusik e shnik. E kupton që kjo ishte 35 euro, që kjo kishte vlerën 100 euro në çmimet europiane, pa frikë që bëmë ne, për mos të më shumë, një. Po gjithsesi, se ishte domethënë edhe merren nga hoteli dhe çonin atje, por mos më marrë to pastaj ishte bartar dhe fare, domethënë ne kemi momentin e fundit vetëm këto ishin të lira. Por jemi shumë si përfaqësor. me të vërtetë o zemra ime e kuptoje ti arije edhe çfarë lloj gjë të mendosh ti për Tajlandën dhe për tajlandezët, arije të kuptoje një pjesë të kulturës së tyre, domethënë të i jepi goxha peshë, domethënë që vërtet shife se sa ata janë munduar, që është një staf aktorë që paguhet 10 orë çdo ditë, 7 ditë javës në gjithë ato ditë që kanë ata, përveç ditët e mbretërit e këto që i kanë pushimet e tjera domethënë. Një guid të bërë në Tiranë për të vajtur vetëm në blok, vllai kushton 30.000 lekë, apo 40.000 lekë. Domethënë që është një guid që zgjat më shumë se 20 minuta. Është absurde vllai, nuk i duan njeriu ata, sidomos kjo 15 veta nga 30 euro, kupton tani ç'a basardizmi. Guidat janë falas në shumicën e vendeve europiane që kam shkuar unë. Ke guida falas. Ti pastaj mund të japësh vetëm bakshish një 5 euro apo një kështu. Nuk ka nevojë pse paguan guidën. Guida në Tiranë nuk e di, se kam bërë ndonjëherë, por që Po kështu po tani shkolla ama to që po thuati se ti po jep shembull shumë të mirë për treguar që dhe me këtë të fundit tregon që nuk është thjesht gjë Europe, dhe jo Europe. Është thjesht vende që kanë turizmin dhe e njohin turizmin çfarë është, që nuk është gjë e vogël, nuk është shakadmë, nuk është Janë pak më larg pamës se sa ne molla, se ne. nuk është lojë, domethënë, Zgjidhur. po turizmi në vetë është shumë kompleks, është gjë domethënë serioze që ta njohësh ta turizmin. Dhe një vend si joni që nuk e njeh turizmin, dhe është thjesht qesharak në aspektin e turizmit. Po bëhet qesharak pra sepse e di ku bëhet qesharak.
Po, domethënë me këto shembuj që ta buçi është fiks kjo gjë. Domethënë që nuk ka nevojë, Po, pra. nuk e pse duhet të jesh Spanja apo Italia apo që të kesh kulturë. Diku sepse për ta mbyllur pak këtë është Po. që tani kanë filluar vloget dhe videot në YouTube ku thonë që Shqipëria nuk është më e njëjta. Shqipëria ka ndryshuar. Më thënë po fillojnë vloget negativ tani për Shqipërinë. Po normalisht valla sepse Ose s'janë më çfarë gjella atë do korrësh. Kjo është, i kam parë unë, kam bërë përshtypje dhe i kam parë unë një 2-3 vloge të italiana apo ku ta di unë që thonë që Shqipëria nuk është më e njëjta. Do të tregoj ca kuriozitete për këtë se nuk e di. Keni qenë juve në të? Ti ke qenë në Tajland? Po ti? Do të tregoj disa gjëra të bukura që për mua më dukeshin interesante, por do ta përmbyllim me këtë për sa i përket debatit që po bënim. Ideja është domethënë që kishte probleme në Tajland, për shembull, një gjë që unë se prisja asnjë nga veten time, për shembull, unë ndjeva pak keq me të se sa plastik prodhonin ato. Ata e çonin për kosha ku duhet, nuk diskutohet, domethënë, po prapë mënyra se si prodhonim e prisje ti nga unë, që të mendoja diçka domethënë për metalizmin, jo. As unë se prisja nga vetja, por kur e pash diçka të tillë, Është çështje common sense. ishte common sense domethënë, prandaj them gjithmonë që njerëzit kur janë ballafaquar në dy zgjedhje, domethënë do zgjedhin gjithmonë më të mirën, nëse janë të dyja me të njëjtën konsekuencë. Edhe shikoj, vendi ishte përrallor plak, nuk kemi në asnjë vend që krahason me Tajlandën dhe kjo nuk ka asnjë vend në Europë që krahason. Domethënë bukuria që kanë këto vendet ekuatoriale, domethënë është i kalon çdo lloj, domethënë po vëlla, kur bëra atë që futesh me syze kështu brenda, domethënë që nuk futesh thellë, po vetëm sipër, domethënë snorkeling. David Attenborough, National Geographic, domethënë shikoj aty ishte çmenduri më vëlla. Ato kushton 15 euro. Xhiro me varg gjithë ditën vëllai. Në Phi Island, nga ishull me gjitha të tjera me ndalesa e au iu. E u ishte perfekte vëlla. E ishte gjë që nuk e di se të ta përshkruaj, domethënë ata they fucking nailed it. Ata duhet të përmirësohen pak nga ana për veten e tyre, jo për ne. Për ne ishte çdo gjë perfekte, por veten e tyre për të arritur sa balanca shoqërore duhet të përmirësohen, si shumë njerëz që hanin bretkoza buz rrugë etj. Në për grila etj. Po këto janë edhe ndryshime kulturore që ne mbase nuk e kuptojmë, domethënë, kështu që nuk dua të gjykoj. Street foodi po thua ato gjëra. Ishte pak çmenduri. Domethënë ishte duket edhe influenca angleze jashtëzakonisht shumë. Që është major ka kështu balarman aty në rrugët, domethënë që ishte vetëm shumë muzikë, la ku ishin 30 klaba, bastard me njëri tjetrin, domethënë bastardim kështu Sodom me Gomorra. I ke në çdo vend ato një lloj kështu, një lloj. Po kishte në Tajland këto gjë. Sidomos në Tajland, domethënë që njihet për atë punë, ishte goxha absurde gjëja, domethënë bile tani me partnerën e krah çdo 15 sekonda në rrugë na thoshte që se do të shkojmë një show ping pong. If you know what I mean. Shiqysh që kishe partnere, shiqysh që kishe. Mirë për ty. Ke shpëtuar. Se kështu që historisht do dëgjoni sot. Tamam, çfarë ishte në dëgjoni. Shiko. Gjëja më e bukur që si puna tita. So when my friend came out, he said, "He's a boy." Tajlanda është vend shumë i bukur, përveç unë sugjeroj gjithë secili që ka një buxhet. Nëse ti ke vendosur të bësh pushime në jug, unë sugjeroj vërtet të presësh edhe 6 muaj më shumë të bësh disa lekë për biletën. Edhe do bësh 7-8 fish më shumë eksperjenca se sa në jug, në Tajland me 10 lekë. Se jugu nuk ishin më i lirë valla, se unë një javë hallxova 1200 euro. Në Tajland kushton vetëm fluturimi, Sa po thot vllai, Gjërat është fluturimi është shtrenca është larg, 700-800 euro, 1000 euro varet sa shkon. Pikërisht. Shkon, shiko, po ta bësh më shumë se sa 6 muaj. Nëse bën më shumë se sa 6 muaj përpara, mund ta mbyllësh më pak se sa 1000 euro vajtja ardh. Domethënë që çmimi goxha i mirë. Ka njerëz që bën me 600, nëse ka pedë okazon edhe jashtë sezonit, edhe edhe sezoni. Sa aty kanë mundësinë kanë. Biletat tash në Shqipëri janë 300 euro, domethënë me vizerin, 300 euro minimumi. Aq tani. 300 euro. Pa valixhe. Vojta kuriozitete se nuk duhet të bëjmë, nuk të harrojmë të bëjmë pjesën e tretë pastaj për temat e vështira, se donin të bëjmë vështira në fillim, po na mori muhabet. Si të vej. Kuriozitete për Tajlandën. Tajlanda ishte një vend që njerëzit adhuronin motorat si në Greqi, por i përdorin makina vllai si në Gjermani. Çfarë kuptimi? Makina valla, kudo. Çdo njeri lëvizte me makina, gjithë ata që kishin mundësinë lëvizin me makina valla. Nuk e kursenin. Ja rësysh. Toyota ishte king, ishte Mercedesi tajlandez.
Kështu se Mercedesi është për ne në Shqipëri, ishte në Tajland ishte në Toyota. Gjëja më fascinating, plako, ishte spektakolare fare, është një diçka kulturore që ta kanë. Statuji si simbolit të pasurisë, që të dukja, nuk është makina që ke, Por? disjet e makinës. Ishte një nga industritë dhe tregjet replika dhe black market më të mëdha në gjithë Tajlandën, ishte vetëm industria e disjeve. Duke nga kultura japoneze kjo është ato kemi bërë në Fast and Furious e Need for Speed ka qenë periudha e artë e automobilizimit japonez, domethënë me disje e tjera se ata kanë qenë shumë fanatik për sa i përket modifikimit të makinave. Po. Tuning. Në Tajland vllai do shikoje kështu Toyota Yaris apo Auris, Makina ishte për i bret, po disjet ishin. Po vllai, disjet kështu pimp mobil. E kupton, dukeshin më shumë bënin disje se sa makina. Një nga ata xhaxha që pyetja, domethënë tha që shifve tha se këto disjet vërtet në treg real tha bëjmë më shumë se makina, po këto janë replika. Pastaj edhe prap kushtojnë goxha shumë, por nuk kushtojnë ai shumë sa kushtojnë ata disjet e vërtet tha. Edhe ky është statusi i simbolit. Status simbol. Siç ka qenë status simboli, nuk e di në vitet 90, po e keni kap ju, ka qenë Kapus me maj. ka qenë vetëm në Shqipëri apo ka qenë edhe në Greqi, Bicikletë. kryesisht në Greqi kjo gjë që makinat, më status simboli ishte kasetofoni. Po. Nuk ishte makina, Po, vërtet. po ke pas shumë makina të vjetra, domethënë mbaruar, po kasetofoni ishte Kishte edhe woofer me Një pinaj me kështu që me dizte. drita, me patjetër. Ka qenë tjetër që po para se të vinte kasteforit e makina ka qenë Radio Iliria Po, akoma kur ishte edhe nuk viteshin makinat. me radio në dorë. Nuk viteshin makinat, fyeshin xhamin dhe viteshin kasetofoni. Patjetër. Vërtet. Në Shqipëri ka qenë epidemike kështu. Mua kjo më bëri jashtëzakonisht shumë për të bjerë. Ishte një gjë domethënë që vërtet nuk kuptoja. Është një gjë që duhet bërë para praktikisht për të dhënë një tip kujtë. Është shumë lagështi. Domethënë nuk është aq nxehtësa është tash. Tani në Shqipëri është 41 kur vajtëm në mars, në prill ishte 30 vlla. Po duket si 6000. Fase është lagështia jashtëzakonisht shumë e madhe. E ke parasysh edhe është ndryshe. Është lagështi që të ngjitet në lëkurë, Të ngjitet në lëkurë, nuk je komfort për shembull për ne, kupton se mos ata që kanë probleme me frymëmarrjen astmatik, domethënë është goxha e lodhshme. Çfarë? Për mua s'ishte nuk ishte problem fare të ecja në diell, se e mësuar berati vllai gur. Diell ecën gjithë kohës. Lagështia. Po lagështia të mundonte të lodhe shumë valla. E kupton se ti kaloje sidomos kur nuk ishe në det, po kur ishe brenda në qytet ti aktivisht merrje frym. Nuk ishte më gjë pasive valla. Në çfarë periudhë ishte ti, çfarë muaj? Fund marsi, fillim prilli, bashkë. Po është gjithmonë ashtu apo mos është vetëm ajo periudha më duket? Ajo është pak kanë të shira. e lagësh se sa të tjera domethënë, po ata 3 sezone kanë, nuk kanë 4 siç kemi ne 3 stin kanë. Edhe thaj që vërtet sa kjo është më e lagësht, tha, po jo se ndryshojnë shumë nga të tjera, se kanë gjithmonë europianë domethënë që po se është shumë se janë dhe të tjerë Po, kanë periudha e shirave me sola e gjërave. nuk është ndryshimi shumë i madh. Është po ishte e perl, domethënë deti kishte një gjë në fakt që në fillim më pëlqeu pafund, nga fundi nuk më pëlqeu. Aty ja tregova Deti. pash pëlqeu? Jo, si det, si gjë ishte fantastike, valla, ishte shumë e bukur, ishte perl, valla, ishte e bardhë, e rara, ishte pasërti që nuk krahasoj me asnjë që Po çfarë s'pëlqeu? temperatura e ujit valla. Shumë i ftohtë, I ngrohtë, valla, shumë i ngrohtë, shumë i ngrohtë. shumë i ngrohtë uji. Edhe ne kur ishim në Himare në Po çka krahasim në Himar? Shakira ajo. Po jo, Me Himar përnë Himar. ke burime poshtoksore ti prandaj, poshtoksore. Në Himar kur ishim ne andej nga pjesa fundore e Himarës, kishim një burim që vinte nga mali dhe deri direkt në det, domethënë aty uji ishte brizg valla. Po. Kupton, edhe ne kishim çik problem kur futeshim. Mbas 7-8 ditëve në Tajland valla, të vinte një çik për ujë të ftohtë. Me thënë, Edhe më thënë ishte më i ngrohtë se ç'duhet po. nuk ishte- ishte më i ngrohtë se ç'duhej, po Të freskonte. nuk të freskonte pra. Nuk të freskonte ashtu siç do doje ti të freskohesh. E ke parasysh se atë ka lezetin ajo Shqipëria, domethënë që vërtet është i ftohtë, vërtet të dridhen leqet kur futesh në fillim Po që ka dhe atë lezetin e vet se kur është ajo vapa 40 gradë. Edhe për ta mbyllur që të kalojmë te pjesa tjetër, kthehemi në Berlin. Kur kthehemi në Berlin e koha ishte përmedjata 17 gradë për jashtë. E kuptova sa keq ishte ajri atje.
O vlla, ishte magjike se sa oksigjen thithje me një frymarrje. Në momentin për zotin lart, nëse të gënjej, sepse vjen andej. në momentin që ne zbritëm në Berlin, Stërvita mu shkrit me gjën. nuk ma kishte marrë mendja që do më mungonte Berlin më shumë. Ka zbritur në Berlin, që edhe kur vajtëm në Shqipëri sa nuk hap koha, ajri i pastër, spektakël. Por e merrje frym, dukesh si po kishte kështu 6 kg oksigjen do. Po aty është diferenca nga lagështira e gjithë ti, po edhe kur vjen nga Tirana, në Berlin prapë mua më duket që është ajri shumë i pastër. Për shkak të pluhurit, Po Tirana ka smogut. Është shumë smog Tirana. Është mërsisht e ndodhur. Edhe kur e mendon për shembull si metropol që është Berlin, 3.7 milion banor, e ka ajrin shumë të mirë për sasinë, për flasin për madhsinë që ka. Po është për Berlinin, që është shumë i gjelbër dhe është Si për kaq i madh, është zakonisht shumë i gjelbër. Të mos aty ku jetoj unë, domethënë është gjithmonë. Po edhe këtu mora ke lumi këtu edhe këtu e ke. Pra mbyllim të pjesën të kanonit e pjesa tjetër pastaj. Po. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.